Shumë top të lartë. Kthehet. Dhe ka 11 metrash. Ka 11 metrash në favor të skuadrës së Vllaznis. Për top të prekur me dorë. Protesta të bardhë bluve. Vllaznia ka mundësi më të mirë për të shënuar në portën e Ilion Likës. Shene djetit. Është Ruben Akua, ai që ka prekur me dorë. Sa po përmendëm, si një lojtar interesant, megjithatë në shkon Tiranën. Shkon Gocaj pranë pikës së bardhë, jo Elis Bakaj. Gocaj dhe Ilion Lika. Dëgjohet selëzimi i vitarit. Niset Gocaj në rrjet topi 1-0. 1-0 por skuadrën e Vllaznis. Është në krahun e dur Ilion Lika, megjithatë